shteti shqiptar i lejon të ndodhin. Shteti shqiptar i lejon të ndodhin. Pra unë them që ne jemi shteti i diskredituar moralisht. Pra që kemi bërë si Kuba, se Kuba e ndalon me ligj, po... Që ti lë qik flasën e këto tjera, se jemi këtu për fërë, po të ambarojme këtë fjalinë e fundit. Ku të lëtë të flasë? Jemi një shtet, ku nuk kemi, jemi i vetëmi shtet që nuk kemi rrugë kurvash. Në çdo botë ka një rrugë kurvash, ku dihet del atje tjetri me makina, atje ka vetëm prostituta, do të marrë prostituta. Kemi rrugën e Berishës. Tu tek ne i kemi të përzira, të ndershme me prostitutën, pin kafe në një lokal, dhe ti nuk e di cila është vajza e ndershme dhe cila është prostituta. Dhe për fat keq, shkon ai tjetri të martohet në një vajzë ndershme, çon prostitutën në shtëpi, sepse ne nuk e kemi të legalizuar dhe të normuar se ku është. Sevim, se ti e marrë gjatë me këto gjëra. Si thonte Verogja, do mos lëm të hyj deri dhe dosa. Edhe Shqipëria mbas 90-s normalisht u hapi. Pse duhet Shqipërisë një rrugë prostitutash? Shiko. Jo, kjo është tjetër diskutim. Le të flasim, por un kam 30 vjet paktën, në 97-ën e kemi botuar studimin e parë në Shqipëri që ngeli dhe gati i vetmi nga sektori civil prostitucioni shoqëria në dilema. Dhe atje identifikuam 4 grupe vajzash që prostituonin. Edhe deri ke kurtizanet, ke ato eskortat e hoteleve, që ishin grupi 4. Grupi parë ishin këto prostitutat e lanës që shkonin me 2.000 lek të vjetra, 5.000 lek, do me thënë. Dhe ne, natyrisht, dham disa rekomandime. Ky është një fenomen që ne kemi, si gjithë gjërat e këqija që i kemi ose të mira, dhe mbyllim sytë dhe nuk flasim. Pse kategorizoni si një gjë të keqe? Ky është një profesion. Është një profesion që është më i vjetri në botë. Që bëhet në të gjithë botën. Pse profesion? Profesioni... Problemi është që është profesion, por në momentin që se pranoni si profesioni? Ne ta pranoni me keqani që është... Jo, nuk është profesion. Si nuk është profesion? Nuk është... Se ka ekzistuar që në Romën e Lartë. Jo, nuk është profesion, sepse profesioni... Jo, nga përkufizoni, për shembull, në qoftë se ti ke një vajzë, do të doje që vajza jote të bëjë me profesion prostitut, pa atëherë nuk është profesion. Nuk është profesion. Nuk është profesion, prostitucim. Është një anomali sjellje. Është një problem. A ekziston? Problemi është që ekziston. Po, ekziston, po nuk është profesion. Shiko, lajmi më skandaloz. Është kthyer më në profesion. Shiko se bëhet gabim. Ka menaxhim, ka tutor. Të them një gjë. Lajmi më skandaloz ishte para 2 ditësh. Thote u identifikua një grup prostitucioni në këto qendrat e masazhit që janë, dhe policia ishte infiltruar 9 vjet. A e kuptoni çfarë? Ju deshën 9 vjet policisë. 9 vjet e infiltruar, domethënë që këtu kush e bën prostitucion? Ndoshta ka qenë gabim, ka qenë për 9 muaj, se 9 vjet pas kanë bërë qef në ato vite. Pikërisht, dhe këtu prostitucion. Pas kanë ndarë dhe legët. Ndoshta gabimi i gazetarëve. Ose mbron, ose stimulon, ose ku e diun, prostitucioni tu lexova një vendim të gjykatës kushtetuese në vitin 2016. Ja, ylli një sekondë.